Të nderuar shikues, përshëndetje. Gjenocidi në Gaza nuk ka ndryshuar vetëm realitetin në terren, por ka hapur edhe një debat të gjerë ndërkombëtar mbi rolin e shteteve perëndimore në mbështetjen e Izraelit. Për herë të parë në këtë shkallë, vëmendja nuk është përqendruar vetëm te operacionet ushtarake izraelite, por edhe te mënyrat se si qeveritë, institucionet financiare dhe kompanitë private në perëndim kanë kontribuar drejt për drejt ose tërthorrazi në vazhdimin e gjenocidit. Një nga aspektet më të diskutuara është mbështetja ushtarake. Shtetet e Bashkuara mbeten furnizuesi kryesor i Izraelit me armë, municione dhe pajisje ushtarake, ndërsa vendet tjera perëndimore vazhdojnë të eksportojnë armë ose komponentë që përdoren në industrinë ushtarake izraelite. Kritikët argumentojnë se kjo mbështetje ka ndihmuar në vazhdimin e operacioneve ushtarake në Gaza, ndërsa qeveritë përkatëse theksojnë se veprojnë në përputhje me ligjet kombëtare dhe detyrimet ndërkombëtare. Një tjetër element që ka marrë vëmendje të madhe është roli i sektorit financiar. Raportet publikuara nga organizata ndryshme kanë identifikuar investimet fondeve pensionale, bankave, kompanive të sigurimeve dhe menaxherëve të investimeve në kompani që prodhojnë armë, pajisje ushtarake ose ofrojnë shërbime për vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara palestineze. Ndërsa gjenocidi vazhdon, debati nuk kufizohet më vetëm te zhvillimet në fushë betej. Ai është zgjeruar duke përfshirë edhe përgjegjësinë politike, ushtarake, ekonomike dhe ligjore të aktorëve ndërkombëtar, duke kthyer rolin e shteteve perëndimore në një nga temat më të diskutuara të konfliktit. Pavarësisht kritikave ndaj gjenocidit në Gaza, Liban dhe territoret e pushtuara palestineze, shumë shtete vazhdojnë të blejnë armë izraelite duke e kthyer sektorin e mbrojtjes në një nga instrumentet më të rëndësishme të ndikimit politik dhe ekonomik të Izraelit në arenën ndërkombëtare. Sipas dhënave të Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve për Paqen në Stockholm, SIPRI, Izraeli tashmë renditet ndër eksportuesit më të mëdhenj të armëve në botë pas 7 tetorit 2023. Europa është të shndruar në një nga tregjet më të rëndësishme për industrinë izraelite të armëve. Pavarësisht kritikave politike ndaj gjenocidit në Gaza, disa vende europiane kanë vazhduar të nënshkruajnë kontrata të mëdha për blerjen e sistemeve ushtarake izraelite, veçanërisht Gjermania, Britania, Greqia dhe Rumania. Pavarësisht kritikave ndërkombëtare në rritje ndaj gjenocidit të Izraelit në Gaza, Liban dhe territoret e pushtuara palestineze, shumë qeveri në botë vazhdojnë të blejnë armë izraelite. Kjo ka ndihmuar në zgjerimin e një industrie të mbrojtjes që po arrin nivele rekord dhe që, sipas analistëve, është kthyer jo vetëm në burim të ardhurash ekonomike, por edhe në një përgjithshëm ndikimi politik dhe diplomatik. Sipas një analize të publikuar nga Responsible Statecraft, Izraeli po i përdor eksportet e armëve jo thjesht si marrëdhënie tregtare, por si instrumente strategjike afatgjate. Përmes marrëveshjeve ushtarake, vendet blerës e krijojnë lidhje më të forta me industrinë dhe sistemet e sigurisë izraelite, gjë që mund t'i bëjë më pak të gatshme për sfiduar politikat e Izraelit në rajon. Raporti thekson gjithashtu rolin qendror të Shteteve të Bashkuara në zhvillimin e industrisë ushtarake izraelite përmes dekadave të ndihmës financiare, bashkëpunimit teknologjik dhe programeve të mbështetjes ushtarake. Që nga tetori vitit 2023, sektori mbrojtjes në Izrael është zgjeruar me shpejtësi. Numri i kompanive të reja të teknologjisë ushtarake pothuajse është dyfishuar, ndërsa eksportet e armëve kanë arritur nivele historike. Duke cituar dhëna nga Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve për Paqen në Stockholm, SIPRI, analiza vëren se Izraeli është bërë një nga eksportuesit më të mëdhenj të armëve në botë, duke kaluar edhe disa vende tradicionale të industrisë ushtarake. Në vitin 2025, eksportet e mbrojtjes arritën një rekord prej rreth 19 miliard dollarësh, ndërsa pjesa më e madhe e prodhimit ushtarak i Izraelit është e destinuar për tregjet e huaja. Sipas ekspertëve të intervistuar nga Responsible Statecraft, rëndësia e armëve izraelite shkon përtej funksionit ushtarak. Marrëveshjet e mbrojtjes krijojnë varësi afatgjata mes vendeve dhe mund të ndikojnë në mënyrën se si qeveritë reagojnë ndaj politikave të Izraelit. Seth Binder nga Komiteti Amerikan për Drejtat në lindjen e mesme argumenton se marrëveshjet e armëve janë procese të gjata dhe të kushtueshme, të cilat krijojnë marrëdhënie që zgjasin për vite ose dekada. Sipas tij,
Qeveritë që varen nga sistemet izraelite të mbrojtjes mund përballen me vështirësi kur kërkohet vendosja e sanksioneve ose embargove ndaj Izraelit, pasi një vendim i tillë mund të ndikojë edhe në kapacitetet e tyre të sigurisë. Daniel Levy nga projekti Shoba, Lindja e Mesme, thekson se eksportet ushtarake mund të krijojnë marrëdhënie që kufizojnë aftësinë e vendeve të tjera për të mbajtur Izraelin përgjegjës për veprimet e tij. Europa është bërë një nga tregjet më të rëndësishme për industrinë ushtarake izraelite. Pavarësisht kritikave politike dhe veprimeve të Izraelit në Gaza, disa qeveri europiane kanë vazhduar të blejnë sisteme të avancuara ushtarake. Gjermania ka nënshkruar marrëveshje të mëdha për sisteme raketore mbrojtëse Arrow 3, dronët Heron dhe raketat kundër tank Spike. Greqia ka blerë sisteme raketore Puls me vlerë $100 miliona, ndërsa Rumania ka nënshkruar marrëveshje për sistemet e mbrojtjes ajrore Spider dhe po shqyrton blerjen e një versioni të kupolës së hekur. Edhe jashtë Bashkimit Evropian, Mbretëria e Bashkuar ka rritur ndjeshëm importet e lidhura me armët nga Izraeli. Raporti vëren gjithashtu se eksportet izraelite drejt vendeve të marrëveshjeve të Abrahamit janë rritur ndjeshëm, edhe pse Izraeli përballet me kritikat shumta në opinionin publik të këtyre vendeve. Qeveritë e tyre kanë krijuar lidhje të forta afatgjata në fushën e sigurisë. Një nga aspektet më të debatueshme të industrisë së mbrojtjes izraelite është mënyra se si operacionet ushtarake mund të ndikojnë në marketingun e produkteve të saj. Sipas Omar Shakir nga Dawn, kompanitë izraelite të mbrojtjes kanë qenë në gjendje të përdorin përvojën e përdorimit të sistemeve të tyre në Gaza për të tërhequr plerës të rinj. Fakti që armët janë përdorur në një konflikt real u mundson prodhuesve të paraqesin ato si sisteme të testuara në luftë, duke rritur interesin e vendeve që kërkojnë pajisje ushtarake. Sipas analizës, industria e mbrojtjes së Izraelit nuk do të kishte arritur në nivelin aktual pa mbështetjen e vazhdueshme amerikane. Përmes programeve të financimit ushtarak, Washingtoni ka siguruar miliarda dollar që i kanë mundësuar Izraelit të blejë pajisje amerikane dhe njëkohësisht të zhvillojë industrinë e tij vendase të mbrojtjes. Ish-zyrtari i Departamentit të Shtetit, Josh Paul, argumenton se kompanitë izraelite kanë përfituar gjithashtu nga qasja në teknologjitë amerikane ushtarake. Sipas tij, shumë teknologji zhvilluara fillimisht nga industria amerikane janë përshtatur dhe zhvilluar më tej nga kompanitë izraelite. Shumë prej sistemeve kryesore të mbrojtjes së Izraelit, përfshirë Arrow 3, janë zhvilluar me mbështetje dhe financim amerikan, duke kërkuar edhe miratimin e Washingtonit për eksportet e tyre. Sipas Responsible Statecraft, planet e reja ligjore në Kongresin Amerikan mund të thellojnë edhe më shumë bashkëpunimin ushtarako-industrial mes SHOBA-s dhe Izraelit. Propozimet e saj synojnë të integrojnë më shumë kompanitë izraelite të mbrojtjes në zinxhirët amerikan të furnizimit ushtarak, duke krijuar mundësi që firmat izraelite të furnizojnë drejt për drejt ushtrinë amerikane. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e ka mbështetur këtë iniciativë si një plan strategjik. Sipas Josh Paul, ky zhvillim tregon një prirje më të gjerë, përdorimin e industrisë së armëve jo vetëm si sektor ekonomik, por si një instrument ndikimi politik dhe gjeostrategjik. Në këtë mënyrë, industria e mbrojtjes së Izraelit po shndrohet në një nga shtyllat kryesore të ndikimit të tij global, duke lidhur tregtinë e armëve me marrëdhëniet diplomatike dhe interesat strategjike të vendeve partnere. Për dekada me radhë, vendet europiane kanë qenë ndër partnerët kryesorë të Izraelit në sektorin e mbrojtjes, duke furnizuar me armë, komponentë ushtarak, teknologji dhe mbështetje logjistike. Megjithatë, pas fillimit të gjenocidit në Gaza, këto marrëdhënie filluan të përballeshin me presione të shtuara politike, ligjore dhe publike. Në këtë kontekst, India po shfaqet si një partner gjithnjë e më i rëndësishëm. Ndryshe nga shumë vende europiane, India nuk i nënshtrohet të njëjtave mekanizma ligjor për kontrollin e eksporteve ushtarake. Për shumë vite, Izraeli ishte kryesisht furnizuesi, ndërsa India blerësja sistemeve ushtarake si dronët, raketat, pajisjet e mbikëqyrjes dhe teknologjitë e avancuara të mbrojtjes. Por sot, kjo marrëdhënie po evolon drejt një partneriteti industrial, ku India jo vetëm vazhdon të importojë teknologji izraelite, por është bërë edhe pjesë e zinxhirit të furnizimit të industrisë ushtarake të Izraelit. Ndërsa gjenocidi izraelit në Gaza shkaktoi një val të paprecedent kritikash dhe zemrimi ndërkombëtar, një ndryshim më pak i dukshëm, por me pasoja të mëdha strategjike, filloi të ndodhte në ekonominë globale të armëve.
Për dekada me radhë, shtetet europiane kanë qenë ndër partnerët kryesor të Izraelit në fushën e mbrojtjes, duke siguruar armë, komponent ushtarak, teknologji dhe mbështetje logjistike. Por pas fillimit të luftës në Gaza, këto marrëdhënie filluan të përballen me presion të madh politik dhe ligjor. Gjykata, organizatat drejtave të njerëzit, sindikatet dhe shoqëria civile në disa vende europiane ngritën pyetje mbi përgjegjësinë e qeverive që vazhdonin të furnizonin Izraelin me pajisje ushtarake në një kohë kur operacionet e tij në Gaza po shkaktonin shkatrim të gjerë dhe numër të madh viktimash civile. Si rezultat, disa eksporte u ngadalsuan, disa licenca u rishikuan, ndërsa në raste të tjera dërgesat ushtarake u pezulluan. Në këtë hapësirë të krijuar nga tërheqja ose hezitimi europian, hyri India. New Delhi, i cili prej vitesh kishte ndërtuar një marrëdhënie të ngushtë ushtarake me Izraelin, u shfaq si një partner gjithnjë më i rëndësishëm për industrinë e mbrojtjes izraelite. Ky ndryshim nuk ishte i menjëhershëm dhe as i rastësishëm. Ai ishte rezultati i një procesi shumëvjeçar ku ndërthurën interesa strategjike të Indisë, zgjerimi i industrisë së saj vendase të armëve dhe një afrim gjithnjë më i madh politik me Izraelin. Deri në fund vitit 2023, përmasat e luftës në Gaza e bën gjithnjë më të vështirë për shumë qeveri europiane që të vazhdonin eksportet ushtarake pa u përballur me pasojat ligjore dhe politike. Në Holand, gjykatat urdhëruan ndalimin e transferimit të komponenteve për avionët luftarak F-35 drejt Izraelit, duke argumentuar se ekzistonte rreziku që këto pajisje mund përdoreshin në shkelje të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Spanja pezulloi disa dërgesa armësh, ndërsa në Belgjik dhe Itali, punëtorët e porteve refuzuan të ngarkonin pajisje ushtarake të destinuara për Izraelin, duke u thirrur në përgjegjësinë morale dhe ligjore. Edhe Gjermania, një nga mbështetësit më të mëdhenj politik dhe ushtarak të Izraelit në Europë, u përball me presion të brendshëm, padi ligjore dhe debate publike. Problemi kryesor për Europën ishte strukturuar. Rregullat europiane për eksportin e armëve parashikojnë se furnizimet duhet të kufizohen kur ekziston një rrezik i qartë që armët mund të përdoren për krime lufte ose krime kundër njerëzimit. Gjenocidi në Gaza e bëri këtë debat shumë më të vështirë për qeveritë europiane. Edhe ato vende që politikisht vazhdonin të mbështesin Izraelin, u përballën me presion nga institucionet ligjore, sindikatat, aktivistët dhe opinioni publik. Për Izraelin, kjo krijoi një situatë të re, një shtet i mësuar me furnizimet qëndrueshme nga njerëzit dhe vendimet për shitjen ose transferimin e armëve mbeten kryesisht në kontrollin e ekzekutivit. Mbikëqyrja parlamentare është e kufizuar, ndërsa ndërhyrjet gjyqësore në çështjet e mbrojtjes janë të rralla. Për më tepër, debatet publike mbi eksportet ushtarake shpesh mbulon nga narrativa e sigurisë kombëtare dhe interesave strategjike. Por faktori më rëndësishëm është se India ishte e përgatitur prej vitesh për të luajtur një rol më të madh në industrinë globale të armëve. Përmes politikës së njohur si Make in India dhe përpjekjeve për të rritur prodhimin vendas të mbrojtjes, qeveria hinduse investoi fuqishëm në ndërtimin e një industrie ushtarake kombëtare. Një pjesë e rëndësishme e këtij zhvillimi u realizua përmes bashkëpunimit me kompani izraelite të mbrojtjes. Teknologjia izraelite, kapacitetet prodhuese hinduse, kostot më të ulta të prodhimit dhe mungesa e kufizimeve të ngjashme me ato europiane krijuan një model të ri bashkëpunimi. Ajo që Europa nuk mund ta furnizonte më hapur për shkak presioneve politike dhe ligjore, India kishte mundësinë ta prodhonte, montonte ose siguronte në mënyrë më diskrete. Për dekada me radhë, marrëdhënia e mbrojtjes mes Indisë dhe Izraelit ishte kryesisht një marrëdhënie ku Izraeli ishte furnizuesi dhe India blerësja. Izraeli i shiste Indisë sisteme të avancuara ushtarake, përfshirë dron, teknologji mbikëqyrjeje, raketa dhe pajisje të tjera, por kjo marrëdhënie tani ka marrë një drejtim të ri. India jo vetëm vazhdon të blejë teknologji izraelite, por gjithashtu është bërë pjesë e zinxhirit të furnizimit të industrisë së mbrojtjes së Izraelit. Furnizimet përfshin eksploziv, komponent për municione, materiale për prodhimin ushtarak, pjesë për sisteme pa pilot dhe elemente logjistike që janë thelbësore për një konflikt afatgjatë. Këto lloj furnizimesh zakonisht marrin më pak vëmendje se sa avionët luftarak ose raketat, por në praktik janë ndër elementet më të rëndësishme të çdo fushate ushtarake. Luftrat moderne nuk mbahen vetëm nga armët spektakolare, por nga një furnizim i vazhdueshëm me materiale, pjesë dhe municione. Në këtë kuptim, ndërsa kanalet europiane të furnizimit u vunë në presion, kanalet hinduse mbeten të hapura.
Ndërsa gjenocidi në Gaza ka nxjerrë në pah mbështetjen ushtarake dhe diplomatike që disa shtete perëndimore i kanë ofruar Izraelit. Raportet e reja hedhin dritë edhe mbi një dimension tjetër të konfliktit, rolin e institucioneve financiare kanadeze në financimin indirekt të kompanive të lidhura me industrinë ushtarake izraelite dhe aktivitetet në territoret e pushtuara palestineze. Sipas autorëve të raporteve, miliarda dollar nga fondet e pensionale dhe investimet publike të Kanadas janë të përfshira në kompani që prodhojnë armë, ofrojnë teknologji ushtarake ose mbështesin infrastrukturën e vendbanimeve izraelite. Analiza veçon investime kanadeze prej 530.7 milion dollarësh në kompani që prodhojnë komponent për sistemet e armëve të ushtrisë izraelite, si dhe në kompani të makinerive që janë përdorur dhe po vazhdojnë të përdoren në shembjen e ndërtesave dhe infrastrukturës në territoret e pushtuara palestineze. Këtu përfshihen 11 fonde pensionale, 8 banka, 7 kompani sigurimesh dhe 85 menaxher investimesh. Secili prej këtyre aktorëve financiar luan një rol të rëndësishëm në vetë projektin kolonial të Kanadas, të bazuar në vendosjen e kolonëve, si dhe në shfrytëzimin dhe kolonizimin e tokave dhe popujve në mbar botën. Kompanitë bashkëfajtore përfshin prodhues famkeq të armëve si Elbit Systems dhe Lockheed Martin, furnizues kanadez si CAE dhe BRP, si dhe kompani të njohura gjithësisht si General Electric dhe PayPal. Sektori financiar kanadez është bashkëfajtor në shkeljet e vazhdueshme të së drejtës ndërkombëtare nga ana e Izraelit në territoret e pushtuara palestineze dhe lartësitë e Golanit sirian të pushtuar, përmes një sër praktikash dhe politikash institucionale, si dhe përmes investimeve të tyre të drejtpërdrejta. Në një analizë fillestare të raportit vjetor 2026 të Bordit të Investimeve të Planit Pensioneve të Kanadas, organizata Just Peace Advocates ka identifikuar mbi 54 miliard dollar kanadez investime në kompani që janë bashkëfajtore në pushtimin e paligjshëm se si të investon kontributet e miliona individëve në Kanada. Për të 7 vit radhazi, organizata Just Peace Advocates ka analizuar investimet e CPP-s për të identifikuar përfshirjen e saj në krimet e luftës të Izraelit. Analiza paraprake tregon se ekzistojnë 54.788 miliard dollar investime në 11 kompani që janë bashkëfajtore. Këto kompani janë të përfshira në një ose më shumë prej aktiviteteve të mëposhtme: prodhimin, furnizimin ose mbështetjen ushtarake për armë, shërbime ose furnizime të sigurisë, pajisje ndërtimore, materiale ose shërbime për shembjen apo shkatrimin e tokës ose pronave të pushtuara, shërbime ose infrastruktura që mbështesin mirëmbajtjen e vendbanimeve koloniale, shfrytëzimin e burimeve natyrore në territoret e pushtuara, ofrimin e shërbimeve bankare, financiare ose mbështetje financiare, pajisje, materiale ose mbështetje për mbikëqyrje dhe identifikim. Këto aktivitete, në tërësi, ofrojnë mbështetje materiale për pushtimin e paligjshëm të tokave palestineze nga Izraeli dhe regjimin e tij të apartheidit. Veçanërisht, CPP ka investuar në 21 kompani të reja në të cilat nuk kishte pasur zotrime aksionesh gjatë 2 viteve të mëparshme fiskale. 14 prej këtyre kompanive, ose 66%, janë kompani izraelite që mbështesin në mënyrë aktive pushtimin e paligjshëm të tokave palestineze nga Izraeli, regjimin e apartheidit dhe gjenocidin. Në total, CPP ka 863 milion dollar investime në kompani izraelite bashkëfajtore. Kjo përfshin të paktën 5 banka izraelite që financojnë drejt për drejt krimet e luftës së Izraelit. Gjithashtu, përfshin edhe Azrieli Group, një kompani izraelite e pasurive të paluajtshme me lidhje të thella kanadeze, përfshir Azrieli Foundation, e cila merr pjesë në rrjetin e bamirësisë Canada to Israel Charity Pipeline. Ndërkaq, koalicioni Urgence Palestine i Quebecut dhe Just Peace Advocates ka publikuar analizën e tyre paraprake të raportit vjetor të vitit 2025, të publikuar nga Lakaise, e cila është një nga fondet më të mëdha institucionale të investimeve në Kanada dhe një nga menaxhuesit më të mëdhej të fondeve pensionale në botë. Analiza zbulon se më 31 dhjetor 2025, nga kursimet e banorëve të Quebecut ishin investuar 25.6 miliard dollar në 80 kompani bashkëfajtore në gjenocid, pushtim, kolonizim dhe shkelje të drejtave të popullit palestinez, që përfaqëson 4.9% të totalit të aseteve të saj. Më 31 dhjetor 2025,
Lakaise kishte investuar $153.7 milion në L3 Harris Technologies, pothuajse 7 herë më shumë se një vit më parë. L3 Harris prodhon komponent që integrohen në shumë prej sistemeve të armëve të ushtrisë izraelite, përfshirë bomba air-tok, si dhe pajisje për avion, tanke dhe anije luftarake. Këto armë janë përdorur në sulme ndaj zonave civile me dendësi të lartë të popullsisë, duke vrarë mijëra njerëz në Gaza dhe Liban. Lakaise gjithashtu investon $377 milion në Caterpillar. Kjo kompani është bërë objekti fushatave nga Amnesty International dhe Human Rights Watch për shkak të përfshirjes së saj në shkatrimin e mijëra shtëpive dhe ndërtimin e vendbanimeve ilegale në Palestinën e pushtuar. Kohët e fundit, buldozerët e blinduar D9 të Caterpillar janë përdorur për të rrafshuar lagje dhe qytete të tëra gjatë sulmit gjenocidal të Izraelit në Gaza. Lakais është aksionari më i madh i WSP, një kompani shumë kombësh e inxhinierisë dhe konsulencës me bazë në Quebec, me një investim prej $4.6 miliard në vitin 2025. Për shumë vite, WSP ka qenë bashkëfajtore në krimet që lidhen me mirëmbajtjen dhe zgjerimin e vendbanimeve ilegale izraelite në bregun perëndimor të pushtuar. Deri vonë, ajo mbikëqyrte drejt për drejt ndërtimin e zgjerimit të hekurudhës së lehtë të Jerusalemit drejt vendbanimeve ilegale izraelite në Jerusalemin lindor. Gjenocidi në Gaza ka nxjerrë në pah jo vetëm rolin e ushtrisë izraelite, por edhe rrjetin global të kompanive që furnizojnë me armë, teknologji dhe mbështetje industriale operacionet e saj ushtarake. Një hetim i bazuar në burime të hapura ka identifikuar 130 kompani nga 23 vende dhe 6 kontinente që sipas raportit kanë vazhduar të furnizojnë Izraelin nga tetori vitit 2023 deri në maj të këtij viti. Shtetet e Bashkuara dominojnë këtë strukturë globale me 43 kompani të identifikuara, numri më i madh nga çdo vend. Europa renditet e dyta me 39 kompani nga 13 vende, ku Gjermania kryeson me 9 kompani e ndjekur nga Britania e Madhe dhe Serbia. Në Azi, India paraqitet si një nga kontribuesit më të mëdhenj me 7 kompani, ndërsa pjesa e rrjetit janë edhe kompani nga Japonia, Korea e Jugut dhe Kina. Një hetim i bazuar në burime të hapura nga Arabi Post identifikoi 130 kompani nga 23 vende në 6 kontinente, të cilat vazhduan të furnizonin Izraelin me armë, teknologji, mbështetje logjistike dhe shërbime industriale nga tetori 2023 deri në maj 2026. Raporti argumenton se këto zinxhir furnizimi kanë mbetur aktiv pavarësisht thirrjeve të përsëritura ndërkombëtare dhe masave të kombeve të bashkuara që u bënin thirrje shteteve të ndalonin transferimet e armëve të lidhura me operacionet ushtarake të Izraelit. Sipas hetimit, struktura e mbështetjes shtrihet përtej prodhimit të drejtë për drejtë të armëve dhe përfaqëson atë që studiuesit e përshkruajnë si një ekosistem industrial shumëkombësh që mbështet operacionet izraelite në Gaza, bregun perëndimor të pushtuar, Liban, Siri dhe Iran. Studiuesit u mbështeten në dokumentet me burime të hapur, përfshirë regjistra zyrtar, raporte institucionale, deklarime të kompanive, raportime investigative dhe të dhëna publike. Emrat e kompanive, strukturat e pronësisë dhe marrëdhëniet e furnizimit janë verifikuar dhe kategorizuar sipas sektorit dhe vendit. Hetimi argumenton se zinxhirët modern të furnizimit ushtarak funksionojnë përtej fabrikave të municioneve dhe linjave të prodhimit të avionëve. Sipas studiuesve, këto rrjete përfshin teknologji me përdorim të dyfisht dhe shërbime që variojnë nga elektronika dhe telekomunikacioni deri te softwarët, sistemet logjistike, materialet industriale dhe infrastruktura cloud. Raporti përshkruan këto si pjesë të një strukture të vazhdueshme mbështetjeje që ruan kapacitetet ushtarake në kohë. Gjithashtu, hetimi thekson se raportimet e mëparshme shpesh fokusoheshin në paketat shtetërore të ndihmës ose në marrëveshje të mëdha armësh, ndërsa ky studim synon të hartëzojë edhe rolin e kompanive publike dhe private si furnizues të vazhdueshëm. Raporti i gjeti se kompanitë amerikane përbëjnë grupimin më të madh kombëtar, duke zënë më shumë se 1/3 e firmave të identifikuara. Ndërto përfshihen Boeing, Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics, Palantir Technologies, Google, Microsoft, Amazon dhe Caterpillar.
Në total, janë identifikuar 43 kompani që operojnë nga SBA-ja. Europa përfshin 39 kompani në 13 vende, me Gjermaninë në krye me 9 kompani, e ndjekur nga Britania dhe Serbia. Raporti identifikon gjithashtu një prani të konsiderueshme izraelite me 22 kompani vendase, përfshirë Elbit Systems, Israel Aerospace Industries dhe Rafael Advanced Defense System. Ndërkohë, India renditet mes kontribuesve më të mëdhenj në Azi, me 7 kompani, së bashku me kompani nga Japonia, Korea e Jugut dhe Kina. Sipas hetimit, kjo shpërndarje pasqyron një strukturë globale mbështetje ushtarake, që shtrihet në Amerikën e Veriut, Europë, Azi, Afrikë dhe Oqeani. Raporti klasifikon kompanitë sipas sektoreve si industria e mbrojtjes, logjistika dhe transporti, siguria kibernetike, inteligjenca artificiale, energjia, inxhinieria dhe materialet prodhuese. Industria e armëve dhe mbrojtjes përbën më shumë se gjysmën e kompanive të identifikuara. Megjithatë, studiuesit theksojnë se mbështetja teknologjike po merr një rol gjithnjë më kritik në operacionet ushtarake. Siguria kibernetike, sistemet e inteligjencës artificiale, shërbimet cloud dhe infrastruktura e përpunimit të dhënave përbëjnë rreth 10% të sektoreve të identifikuar. Raporti kushton vëmendje të veçantë kompanive si Microsoft, Google dhe Amazon, duke i përshkruar si shtyllat kryesore të infrastrukturës cloud dhe të inteligjencës artificiale të Izraelit. Platforma Azure e Microsoftit, shërbimet Google Cloud dhe Amazon Web Services përmes projektit Nimbus identifikon si komponent kyç të një sistemi të përdorur për përpunim masiv të dhënave dhe mbështetje operacionale. Projekti Nimbus, që përfshin Googlein dhe Amazonin, përmendet si një kontratë me vlerë rreth $1.2 miliard. Sipas hetimit, këto sisteme shërbejnë gjithnjë më shumë për funksione operative, duke mbledhur dhe përpunuar sasi të mëdha informacioni dhe duke përshpejtuar vendimmarrjen në fushën e betejës. Studiuesit theksojnë se mbajtja e operacioneve ushtarake kërkon shumë më tepër se sa vetëm furnizime me armë. Raporti përmend Boeing si një nga kompanitë e lidhura me programe të mëdha ushtarake, përfshirë projektet e avionëve F-15 dhe paketa të tjera armësh. Ai gjithashtu i referohet mekanizmave të financimit ushtarak amerikan dhe miliarda dollarëve të miratuara si mbështetje që nga tetori 2023. Sipas hetimit, dërgesat e shpejta të municioneve, sistemeve të mbrojtjes ajrore, pjesëve rezervë dhe pajisjeve udhëzuese kanë mundësuar vazhdimsinë e operacioneve dhe funksionimin pa ndërprerje të sistemeve ushtarake. Raporti përfundon se ndërsa operacionet ushtarake janë zgjeruar nga Gaza në Liban, Siri dhe Iran, varësia nga strukturat globale të furnizimit është rritur ndjeshëm. Sipas studiuesve, operacionet ushtarake varen gjithnjë më shumë nga sistemet të integruara, që përfshin logjistikën, teknologjinë, infrastrukturën cloud, rrjetet energjetike dhe prodhimin e armëve. Këto struktura të ndërlidhura kanë mundësuar vazhdimsinë operacionale për përshtatjen e shpejtë, pavarësisht zgjerimit të aktivitetit ushtarak në shumë fronte gjatë më shumë se 30 muajve konflikt. Ishte kjo thëra të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish.